Unë në asnjë rast nuk kam thënë që kam pasur kontakte me Bullgarinë. Me Bullgarinë ka pasur kontakte kryeministri kroat, i cili e ka një intervistë në Veçer një list me datën 18 mars, ditën kur kemi nënshkruar marrëveshjen trilaterale, ku thotë që kemi një, mund të themi, komunikim me Bullgarinë për një bashkangjitje të mundshme të Bullgarisë në këtë marrëveshjen trilaterale. Përndryshe, ne jemi të hapur për çdo shtet që ndon vlera të përbashkëta me këto tri vendet tona, por dhe interesat të përbashkëta me tri vendet tona. Jo, unë kam cituar vetëm ministrin kroat, edhe ajo është shumë e qartë, edhe intervista e ministrit kroat është në Veçer një list me datën 18 mars, mund ta shikoni edhe gjeni aty atë thënien e tij për Bullgarinë. Për përket deklaratës së Serbisë, unë vlerësoj që burimi i pasigurisë, jo stabilitetit dhe cënimit të sigurisë në regionin e Ballkanit perëndimor është pikërisht Serbia, e cila vazhdon të promovojë politikë hegemoniste në raport me fqinjt e saj, jo vetëm me Republikën e Kosovës, por me të gjithë ata fqinj me të cilët kufizohet, dhe fatkeqësisht vazhdon të mbështesë grupe terroriste dhe grupe paramilitare të cilat në vazhdimsi kanë qenë cënuese për sigurinë e vendit tonë, por edhe të regionit në përgjithësi. Në anën tjetër, ne po angazhohemi në vazhdimsi që të ndërtojmë një sistem të mbrojtjes, një ushtri të gatshme për të mbrojtur territorin e Kosovës dhe jetën e qytetarëve të saj, por edhe për të kontribuar për paqen dhe stabilitetin kudo në botë.